Tomo Lushi, a keni koalicion me VV në rast balotazhi? Unë në këtë garë bazë të energjisë që e shoh, duhet me kuptu që unë e kom një përvojë edhe nga gara kalume, e kom një pikë referente, në bazë të energjisë që e shoh është që nuk do dali pari këtë garë, në fund, dhe mendoj që jam i bindun që gara do t'jenë fitus dhe do t'jenë fitus në këtë garë. Prandaj nuk shoh një hapësirë që unë të flasë sot për ballotazh me një parti politike, sepse besoj që ballotazhi do t'jetë një përkraje qytetare e jo një përkraje partijake e caktuar. Edhe ky qytetari për nënkupton sikur në balotazh s'ka me shku fare VV-ja, mundet me shku urani me VV-n atëherë. Urani me përpër është. Urani me përpër. Po dhe po ai për nënkupton ose hajra me përpër. Ose hajra me përpër. Unë e kallzova që unë për veti jam i parin që të gare, tana qysh t'vje puna e bojmë diskutimin me... Arlind Imeri. Besoj që e shoh që një angazhim qytetarëve, shoh një angazhim... E shet mundur një marrëveshje me VV-n, cilin do rast. Do thot, ju jeni fitus, po ju vyn balotazhi me përpër, ju vyn edhe të Pyetjet janë prej uron. Po mirë dhe veç të qarujmë se o pyetje me rëndësi. S'që s'mujtet mi apo ju? S'mretëm. Mos jetë të moloshi. Se kem të vull për të marrë. Mos jetë të moloshi. Ylli ku ka të moloshi. Se kom zharu. Që këtë qenka. Tomor. S'po më përgjigjet, a? Më falj, Tomor, urna, po ju. Çështja është kështu, Prishtinë gjasat teorike për me kalu pa balotazh janë 0. Po. Pra ka me pas balotazh, edhe mund t'jeni ti me përparimin, ti me hajron me përparimin, që këto 3 kombinime janë të mundshme. Po. Dhe pyetja është, që është dileme shumë qytetarëve, është nëse ju keni një farë gatishmërie të kooperimit me lëvizjen vetëvendosje për të ardhu përparim Ramon, i cili është kryetari aktual. Në cilin do rast, qoftë hajro i parin, qoftë ti i parin. Pa e paragjyku kush del... Unë po e paragjykoj sepse kom mendoj një ndjesi të asaj se çka është në teren, dhe po më lejohet me paragjyku që jam më së sigurt që në këtë garë do dal fitus, dhe mendoj që ato që e kërkojnë në fund është një mbështetje qytetare, jo një mbështetje për një parti të caktuar. Që kjo është ajo që ka më thonë. Pra nuk do të ketë një dëshirë teme me shku me fol me një parti, po do të ketë një mbështetje të cilën e kërkoj për qytetarëve që me më dhonë mundësinë me ecsu programin tim i cili e bën zgjidhjen e problemeve të Prishtinës një herë për gjithmonë, të mos kemi probleme bazike, të cilat po na mbesin kom kështu që 25 vite nuk po jemi në gjendje me i largu. Edhe ai program është pikërisht për ato dhe mendoj që e kam një mbështetje qytetare edhe një vullnet që njerëzve me ma dhoni një mundësi. Ylli, besoj që ka një disponim që njerëz më thonë shiko po du me ta dhoni një mundësi. Pra, ndoshta nuk i bindun, siç më tha në një shitore që shkova, dha nuk jam i bindun 100%, po 70% jam i bindun dhe du me të votu. Donë e leni 30% isha dhe kuptoj. Po, dha më tha unë kam 70%, dha që jam dhe du me dhe pra, mendoj që ka një kërki, është si me dhoni disponim Prishtinë që dojna me ta dhoni një mundësi. Dojna me ta dhoni një mundësi me i zgjidh çdo probleme sepse po vlet për çështje të cilat na interesojnë neve. E mendoj që ajo i te kalom kufit partijak. Lutem, ti lojmë hapësirë një përgjigje pyetjeve. A kishe pranuar me u bo ministër i Albinit në shëndetësi Arlind Imeri? Këto tip hipotetike nuk besoj që kom e pranuar me u bo ministër i shëndetësisë as me PDK-n. Mendoj që atë kapitull e kam mbyll. Nuk do t'jem ministër i shëndetësisë, e di që ka një kërkesë shpesh banorëve që më thojnë këshëm pas që me të pa dhe njerë Ministrë Shëndetësisë, mirë po e kam mbyll atë kapitull, e natyrisht që me Albinin nuk është një gjë teorike që jemi duke diskutu që munde mu bo në ministri ti. Vjolca Dragusha, unë si prend fëmijët e mi për mjerë këtu veç i hipin vetur dhe i qëjt e lodrat në qendra tregtare. A kemi mujt me bo vendin qytet në lagje për fëmijët tonë? Une e kam një premtim që se cila shtëpi banes në Prishtinë nuk ka me qenë ma largë se 300 metra për një parkut. Ose një këndit lodra, park kënd lodra. Tani, gjithë 300 metra, po në hapësirë distancë 300 metra kemi më rritit e parku.